Babai i Lamine Yamal zbulon të vërtetën tronditse për jetën e tij. Vazhdoi të mbledh. Babai i yllit të Barcelonës, Lamine Yamal, ka zbuluar të vërtetën tronditse për jetën e tij, edhe pse djali i tij, i cili sapo ka mbushur moshën madhore, fiton më shumë se 16 milionë euro në vit, Munir Nasraoui vazhdon punën e tij të vjetër duke mbledhur kartona nëpër Barcelonë. Munir është babai 36 vjeçar i futbollistit super të talentuar të Barcelonës, Lamine Yamal. Në një intervistë të fundit për mediat spanjolle, ai bëri disa deklarata të habitshme rreth jetës së tij dhe marrëdhënies së tij me të birin. Shumë flasin budallëqe, thon, pse nuk punon, pse jeton me rrogat e djalit tënd. Po, unë jetoj me rrogat e djalit tim dhe falenderoj për këtë. Djali im nuk ka pse të më çojë në azilin e pleqve. Unë ende mund të punoj. Unë mbledh kuti kartoni nëpër Barcelonë dhe i shes për 8 cent për kilogram, tha ai, i cili u godit me thik në një parking një vit më parë.